Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjensila Myrtezaj merr dhuratën e veçantë nga personi i zemrës. Këngëtarja e njohur Gjensila Myrtezaj feston ditën e lindjes. Ajo ka pranuar dhuratën më të veçantë nga motra e saj, e cila shihet me një buqet me lule në formën e zemrës, me mbi shkrimin gëzuar ditëlindje në shpirt i motrës. Ne gjejmë je dhurata më e bukur që më ka dhënë jeta. Shkruan ajo, prandaj nuk kanë munguar as urimet e shumta nga miqtë dhe kolegët. Kohët e fundit, Gjensila ishte mjaft prezente në mediat roz për arsye të divorcit me Bes Kallakun.